إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد فلندريم غلاف دريمة تشوفشن për Allahun Jalla wa Ala atë falenderojmë për i fali dhe ndihim kërkojmë salavat dhe selamet qofshin për Muhammed Mustafan, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Me lejnë Allahun Jalla wa Ala vazhdojmë me ligjëratat rreth shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atyre të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgëzoi me xhennet. I kemi përfunduar 10 të përmendurit me një hadith, pastaj kemi fol për Bilalin radhiyallahu ta'ala anhu, ndërsa sot me lejnë Allahu Jalla Jalaluhu do të flasim disa fjalë shkurtimisht për një sahabi të nderuar. Fjala është për Salman al-Farisiyun radhiyallahu ta'ala anhu. Cikli ligjëratave është ata që xheneti i priti me emër. Edhe Salman radhiyallahu ta'ala anhu, përveç se krejt sahabit e pejgamberit alayhi salatu wassalam si shoqëri janë xhenetli. Këta duhet me pas parasysh për faktin se Allahu ka qenë i kënaqur me ta. Innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Allahu Jalla wa Ala thot kështu. Edhe atyre të cilët Allahu Jalla wa Ala sabaqat lahum minnal husna, atyre të cilët Allahu ja mundsoi me pranu Islamin prej sahabëve, synimi është ta, ulaika anha mub'adun, ata janë larg xhenemit. Thot Ibn Hazm rahimahullah, kjo është argument që Allahu Jalla wa Ala sahabit që gjithë do t'i fut në xhennet. Mirë po, na jemi të fol për ata të cilët janë përmend me emër se janë sahabë, janë xhennetli. Do të thonë janë përmend me emër, Abu Bekrin në xhennet, Umerin në xhennet, Uthmanin në xhennet, Aliun në xhennet, e kështu me radhë. Para 2 javë folëm për Bilalin, ndërsa sot do të flasim për Salman al-Farisiyun, për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë xhenneti është përmalluar për 3 persona. Hadithën e shënon Imam Tirmidhiu dhe thotë se është hasanun gharib. Hadithi është hasanun, prej thotë për 3 njerëz është mërzit xhenneti, prej tyre është edhe Salman al-Farisiyu radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Tirmidhiu, Allahu mëshiroft për këtë hadith, si thash, thot hasanun gharib. Kur thot Imam Tirmidhiu hasanun gharib, ka për qëllim e ka vetëm një rrugë të transmetimit. Aja rrugë e transmetimit tek Imam Tirmidhiu është hasana. E hadithe hasan është kategorinë e haditheve të pranuara. Është kategorinë e haditheve të pranuara. Salman al-Farisiyu radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë njeri i çuditshëm. Ka qenë njeri i çuditshëm. Jo arab që ka pranuar Islamin. Jo arab. Faris ka qenë Bilefshati kur përmend më vonë se ku është, mundemi me thonë sot është në Iranin e sotëm. Pjesë prej pjesëve të Iranit. Allahu Jalla wa Ala thamë se sahabiti ka lavdruar përgjithsisht. Ka qenë i kënaqur me ta, edhe ata kanë qenë të kënaqur me Allahu. Muhammedun Rasulullah, Muhammed është i dërguar i Allahut. Walladhina ma'ahu
ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Ata që ishin me ta, ishin të ashpër ndaj jo besimtarëve, ndërsa të mëshirshëm me zveti, pastaj i përmend cilësitë e tyre që shenjat e rukuve e të sejdëve i ke gjetë ata. Gjegjesisht e ke gjetë ndikimin e adhurimeve të Allahu xhalla wala të këta njerëz. Prej tyre pa dyshim se ka qenë edhe Salman el-Farisiu radhiyallahu ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Salman el-Farisiun po i përmend disa sene para se me fol për islamin e tij, se islami i tij është mesela në vetë. Është mesela e gjatë deri se ka gjetë këtë rrugë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam Salman el-Farisiun e ka lavdruar shumë. Thot Allahu jalla wa ala në Kur'an: "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal hikma." Vazhdojnë ajetet. Allahu Jalla wa Ala ka dërguar pejgamberin në mesin e tyre, prej llojit tyre. Ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili u lexon të ajetet e Allahu Jalla wa Ala, përmes cilave ata e pastronin zemrat e tyre. Është fjala për kënd, çka po është fjala për kënd, për me kasit, për me kalit që kanë pranu islamin. Pastaj vazhdon Allahu Jalla wa Ala: "Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim." E Muhammedi Muhammedit alayhi salatu wassalam do t'i besojnë edhe të tjerë. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu thot: "Ja Rasulallah, o i dërgumi i Zotit, kush janë që ta wa akharina minhum? Kush janë që ta që do të vinë ma vonë do t'i besojnë?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'u shpërgjigj. Abu Huraira prap ka pyet, prap s'u shpërgjigj. Abu Huraira prap ka pyet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka rrok, e ka afru Salman el-Farisiun. Edhe ja ka vënë dorën e tij mbi gjoksin e Salman el-Farisiut. Ka thonën: "Law kana", ka dashur të thonë se ky është prej tyne. "Law kana al-imanu fi thuraya la balaghahu thot mithl hadha." Ose kështu diçka ditë. Thot ky do të jetë. Ky është për qëllim me këtë ajet, ku Allahu Jalla wa Ala i lavdron. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, sikur imanit ishte në thuraya. Çka është thuraya? Yll prej yjeve në qiell. Që ka dash me këto me tregu sa do larg që të jetë imani, që ky kish më shku me besuan atje. Radiyallahu ta'ala anhu wa radu an. Salman el-Farisiu radiyallahu ta'ala an ka qenë njeri i çuditshëm. Me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka prezantuar krejt betejat, përveç betejën e kujt? Bedrit edhe Uhudit. Kemë pop se s'ka prezantuar. Krejt beteja tjera, bile beteja e Handekut, ideatori kryesor për me qenë Handekun ka qenë Salman el-Farisiu radhiyallahu ta'ala an. Kur kanë ardhur mushrikët e Mekës, krejt grupacionesh e mbledh me ta. Kur kanë ardhur dhe kanë pa Handekun që është qel, kanë thonë lejsa hadha min sani'i al-arab. Kjo nuk është prej veprimeve të arabëve. Kjo strategji e luftës nuk është prej veprimeve të arabëve. Se ka qenë njeri me përvojë të madhe radhiyallahu ta'ala anhu. Njeri i balancuar në çdo aspekt. La ilaha illallah. Pejgamberi alayhi salatu wassalam Salman el-Farisiu ne ka vllazëruar me kan me Abu Dharrin. E ka vllazëruar me Abu Dharrin. Edhe një ditë prej ditëve Salman el-Farisiu, Allahu qoftë i kënaqur me ta, e ka pa gruan e Abu Dharrit. E ka pa jo të vesht mirë, jo të rregulluar mirë, edhe sikur ka kuptuar prej saj se ka diçka. Ka thënë çfarë është puna kështu? Pse thot, edhe nuk veshesh sikur tjerat gra, nuk rregullohesh sikur tjerat gra, por burrin tënd kështu me radhë. Thot, inna sahibak lejse fije haje, ose kështë diçka.
Shoku jot thot, s'po ka nevojë për asgjë. Pse? Se Abu Dharri veç ibadet, adhurim, agjerim, namaz, as familje s'këshyr, as gru, as kërkon e liq. Selman el-Farisiu i thot, një natë po du me artë ti me bujt. Edhe shkon. Hy në shpe, me ato dhumat vogla që shkanë qenë, Abu Dharri ngritet natën e donë më falë. Ja thot u lutasht. Flej. Ngritet edhe pak ma vonë, prap i thot flej. Prap u donë më ngrit ma vonë, thot flej. Dikur ka pak para se më përfundu natë, i ka thonë qutasht falë. Qutasht falë. Janë falë bashkë, kanë falë sabahën. Abu Dharri dikur po i bjen diçka me hongër, musafirit vetë. Selmani thot, pa hongër ti nuk ka asën. Pa hongër edhe ti me mu nuk ka asën. Ka hongër Abu Dharri bashkë me ta. Edhe i ka thonë, o Abu Dharr, dije që për vetën tonë ke hak, për familjen tonë ke hak, për musafirin tonë ke hak, edhe se cilit jepja hakin e vetë që e meriton. Edhe për gruën tonë ka hak. Ja ka përmend rend, edhe ka thonë fa a'ti kulle dhi hakin hakahu, se cilit ja jep ato që ka e meriton, detyrën që e ki karshisaj. Abu Dharri radiallahu ta'ala anhu ka shku të pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot shoku jot Selmanin prishim me çka ka sen. Më largoj prej ibadetit, më largoj prej kësaj, më largoj prej kësaj. Pejgamberi alayhi salatu wassalam çka tha, sadaqa Selman. Të vërtetën e tha Selmani. Pastaj të njëjtën gjë ka thënë Selmani ka thonë. Fa inna li nafsika alayka haqqan. Për vetën tonë ke detyra. Wa li zawjika alayka haqqan. Për gruan tonë gjithashtu. Wa li zawrika alayka haqqan. Për musafirin tonë gjithashtu. Fa a'ti kulla dhi haqqin haqqahu. Se cilët jepja detyrën që e ki karshiti. Balancimi hatash. Balancimi hatash në të aspekt. Pusho, falo. Agjero, prish. Martohu, shtohu. Krejt, komplet. Edhe që kjo është sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Selman el-Farisiu radiyallahu ta'ala anhu vim tashte islami i tij. Paka shumë islami i Selman el-Farisiu gjithsesi hulumtimi i Selman el-Farisiut për islam i ngjan kujt i ngjan hulumtimin që ka bë baba i Saidit Zejdi. Said ibn Zejdi dhondri i Omerit ka qenë i përgëzuar me xhennet. Baba i Saidit Zejdi ka hulumtuar fejnë e vërtet. E Selman el-Farisiu radiyallahu ta'ala anhu, më kjo është shembull që s'krahasot. Definitivisht hulumtimi i Selman el-Farisiut për islamin është gjë e çuditshme. Radiyallahu ta'ala anhu. Selman el-Farisiu është rrit në Faris atje, në krahinën e Iranit ashtë. Nuk është rrit i varfër. O shkon baba i tij njeri me pozit, pasanik i madh. Ka pas fëmijë mirë, po Selman el-Farisiu e ka dasht mas shumti. E ka dasht mas shumti. A keni pa dikush kur e ka për shembull dikon hasret në shtëpi? Ose don shumë. Krejt rrethonat i krijon asisoj që kë mos me dal për shtëpies. Se me po me dal për shtëpies, jo maraki, jo çka u bë, tek u bë naton këtë. E kështu me radhë. Selman el-Farisiu në baba i vetë ka mshel në shtëpi. Ka thonë, te rre këto, mos del për shtëpies. Bile, qaq e përshkruan se këta kanë qenë zjarë putista. Selmani radiyallahu ta'ala anhu thot, hatta kuntu qatinan nar. Qatinan nar, çka është për qëllim? Është prej atyre që vazhdimisht e kam ndez zjarë. Që se kam lënë kur më u fik. Zjarë putista më me rroj. Hiç pa e lënë më fik zjarë. Vazhdimisht.
Një ditë prej ditëve, thot baba ka qenë në zonën me punë, edhe ka thonë, o Selman, apo shkon në filon bashën, në filon tokën, krymi që të punë sot gjatë ditës, se s'ka kush mi krymë. Selmani gëzohet që po del prej shtëpisë, tha shkon. Mirë po me të shku, çka ndodh? Gjatë rrugës i gjen disa njerëz duke adhuru Allahun xhalla wa ala me një kish. Në një vend adhurimi të krishterë, që të shtu. Edhe është mahnit mos tyre, ka përcjell adhurimet e tyre, lutjet e tyre, namazin që kanë bërë, edhe i ka pëlqyer shumë. Shifneni që tu janë dy aspekte, interesant. Fillimisht, kur ka hyrë atë, ju ka pëlqyer namazi, i ka vetë ata, ka thonë çka jeni, i kanë tregu. Ku është i madhi juve, kryesori juve? Ka thonë në është në Sham. Çka ka thonë Selmani? Ka thonë, kur të vjen ai karavan prej atjet me bot tregti, më tregoni mua që edhe unë të shkoj tek ai person dhe të adhuroj Allahun xhalla wala ta'ala. Të adhuroj në fenë e juve që jeni. Këtu janë dy sene. E para, kur mos e neglizhoni veprim të vepruarit me Islam. Adhurimet e juve kur mos të vjen turp me i realizu. Fen e juve kur mos të vjen turp me e praktiku, edhe nëse s'folni hiç. Se këta njerëz nuk kanë fol, këta veç janë lut. Edhe Selmanit radiallahu ta'ala anhu ritualin kur e kanë bën i ka pëlqyer. Ritualin kur e kanë bën i ka pëlqyer. Mirë po të njëjtën kohë, këta njerëz nuk janë tregu kryenet me thonë hecbe çka po lyp ti pash Zotin del piktujt, po ja janë interesu. Janë interesu edhe i kanë nejt mas. I kanë nejt mas që kur të vjen karavani prej Sirijës, prej Shamit, duhet me lajmëru këtë njeri. Edhe jo, edhe çdo musliman në sens, kur rastis në herë, takohet me në shok, takohet me në njeri që nuk është musliman, mirë po, shprej interesim për Islam, mos e leti qatë moment veç mu takun edhe heci u kry mabiti. Merja bespaku, afërsh numrin ose diçka një kontakt që mundesh me kontaktu me to dhe mundesh me vazhdu në është Allahu xhallahu ala ja hapu dhe ati. E këta në këtë rast e shef se kanë lonë kështu, po e kanë përcjell. Kur kthehet Selmani në shtëpi vonohet atje, në babi vetë i thot ku je kon, i thot i kam pa disa njerëz tu u lut në vend faljen e tyre, edhe feja e tyre më pëlqej, thot ma shumë se sa feja e jonë. Kjo thot s'ka fej ma të mirë se tonë, edhe çka bën, ja lidh komt me zinxhir. Edhe s'don me lonë mo me dal për shtëpisë. Tash Selmanin të lashe. Atyre ju tha që kur vjen dikush prej Shamit më lajmërani, ndërsa ka u lidh me zinxhir. Çka me bë? Si do që tjetë Allahu xhallahu ala nuk i mbyll kur krejtuth. Si të dëgjon Selmani që karavani ka ardhë edhe tash po i mbyllin mollrat e tyre dhe po hecin për Siri, Selmanin del disi, shpëton prej familjes vet edhe niset për Siri. Shkon atje, i thot kush është njeri më i madh juve? Këtu thot el asquf fil kanisa. Është prifti, me thonën tash sikur papa sot që është kryesori katolikëve kështu me radhë, është filoni në kenisën, në këtë kish. Shkon tek ai edhe thot se po du me pranu fen tuaj edhe me adhuru Zotin bashkë me ty e këtu. Thot hyn mrena, edhe fillon Selmani në atë vend tash. Mirë po ka ndodhur diçka e çuditshme. Ky prift ka qenë interesant. Thot i urdhëronte njerëzit në të mirë, pastaj i nxiste për me dhon sadak, për më ndihmuar ndihma të varfërve, edhe çka bëj ki krejti marrë për vetë. Çka i kanë dhon, i ka marrë për vete në çöp të lirave dhe i ka mshef. 1, 2, 3, derisa ka ardhur transmetim që i ka bërë 7 çype, i ka mush me ari edhe i ka fsheh.
Ndërkohë ka ardhur vdekja, edhe njerëzit kanë ardhur, po dojnë me shpethon me varros, po lutën për ta. Selmani radhiyallahu ta'ala anhu ka thonë mos u lutni për këtë njeri. Pse? Se ky është rregull su, është njeri i keq. Pse njeri i keq? Se çështë pasurinë e ju komplet e kanë dalë për vete. Cili është argumenti jot? Thotë në filan vend shkoni hallakat në atë keni. Shkojnë në hallakatin në atë vend, edhe e gjojnë çështën që ka thënë Selmani radhiyallahu ta'ala. E kryqëzojnë edhe e gurëzojnë. Pastaj, pas disa ditëve, kalon koha, caktohet, shpethon në vendin e tij dikush tjetër. Mirë po kë i kundërt i asaj që ka qenë i pari. Ka qenë njeri përkushtuar në fenë e tij, edhe Selmani radhiyallahu ta'ala anhu ka vazhdu me u lut bashkë me ta, derisa u është afruar vdekja, edhe po vdeske. Tash paramendoni që të histori të Selmanit, se ka nevojë në fund me fatë vdekja e tij sa vjet i ka pas kur ka vdekë radhiyallahu ta'ala. Ka fillu me adhuru Zot me ta dhe ka ardhur funi i tij tash po vdes. Selmani ka thonën më udhëzo për një njeri sikur ti, që të shkoj dhe ta vazhdoj rrugën time të adhuroj Allahun xhallahu ala në këtë formë. Ky i parë tash ky e dërgon me një vend tjetër, në Mosul, pastaj vazhdon atje, adhuron Allahun këtë formë, pra pastaj prej Mosul e çon me një vend tjetër, Nasibin që kështu, pastaj prej këtuhit vdes, krejt vdesin. Qëta ku Selmani adhuron Zotin me ta, derisa Amurije, derisa çkon me një vend Amurije. Amurije sot i bjen në Republikën e Turqisë. Ky vend është në Turqi. Derisa shkon aty, edhe adhuron Allahun xhalla wa ala tek shmethonën krye fetari i tyre. Zakonisht ata kanë qenë të krishterë. Ky jeton pak më gjatë. Selmani radhiyallahu ta'ala anhu nuk mbështetën sadakatet e njerëzve. Mirë po punon sa të mund, edhe ka ardhur transmetim se ka bën një lopë disa dele. Një lopë disa dele. Kur ju ka afruar vdekja këtij personit, ka thonë Selmani, më udhëzo tek dikush tjetër që të adhuroj Allahun pas teje. Ky thot unë nuk di më njëre që ka med në fytyrën e tokës që adhuron Allahun këtë formë. Mirë po, këko thot. Tani është koha për me u shfaq pejgamberi të cilën Allahu e ka premtuar. Tani është koha. Edhe vjen ja përshkruan Medinën komplet çysh është. Është një vend, thot, ky thot fillimisht është në Mekë, pastaj bën hijret për në një vend që është me hurma, i ka dy ato labetejn, dy ato që është toka e zezë, me ditë shqitojnë në gjushtipe, labe arabisht, a kemë në geograf këtu, labetejn janë shmethonën toka që nuk bin as bari, as kur gjëheq, si kur ka ndodhë në i vulkan ma herët e kështu me radhë. Medine janë këto, i pejgamberi sa të son, kur i të përmend kufit e Medinës, ma bejnë e labetej hatë, që shështu. Në onën lindore dhe në onën përëndimore i ka dy pjesë tokës kështu. Vend me hurme, edhe përshkruan Medinën që është. Edhe tasht Selmani radhiyallahu ta'ala anhu po don me udhëtuan për në këtë vend. Derisa disa njerëz prej një fisi Benil Kelb, Arab, kalojnë aty pari. Selmani thot, apo më qonin filan në venin, i keni, qka është cila shuma që donë ti me pagu, thot, qëto dele e qëtë lope krejt i keni prej meje. Edhe vendosin e marrin Selmani radhiyallahu ta'ala anhu në këtë formë. Derisa arrin të Wadi al-Qura, afrohen veç nga të Medinës. Çka bojnë? E shesin Selmanin. E shesin Selmanin tek një jahudi si Ram.
E shesin Sirab, ja morën pasurin shepat, su mjaftun me katë e shetën Sirab Selmonin. Edhe tasht, kjo mo nuk den, a më rritin atë ven, a nuk më rritin atë ven. A ku është, as tek është, nuk e den mo vetën e tij dhe kusht. E të den se sigurisht është rabi i filonit. Ndërkohë, vjen një jehudi tjetër, të Wadi al-Qura, prej Beni Qurajdas, fisi jahudive në Medine, edhe e blen Selmonin. E blen, tash kalon në robrit e tjetër kush. Duke punu Selmoni, radiallahu ta'ala anhu, Sirab, bile ka ardhë, kur i grumbullon transmitimet, ka ardhen sa konë të punu nalë në hurme. Edhe tasht një kusheri i këti zotëriut Selmonit, thot Allahu i vraft filan fisin e filan fisin, me dinalit ensarët të inemaje. Se thot, kanë shku të gjami të Kubaja, të pjesa e Kubas atje, edhe po e presin një njeri që po pretendon se është pejgamber. Po e presin njeri që po pretendon se është pejgamber. Thot Selmoni, radiallahu ta'ala anhu, unë isha nalë në hurme, qaq mu dredh trupi se ngoni, kë prifti fundit, që ka qenë Turkia ka dhonë 3 shenja, përveç se ja ka përshkrujt venin Selmonit, që ka me shku në Medinë, është kështu ven kështu, ja ka dhonë atë 3 shenja, thot, nëse e takon këtë njeri, dije se kjo është pejgamberi fundi. Shenja e parë cila ka qenë, nuk e hanë sadakën. Shenja e dytë ka qenë e pranon hedijen, edhe shenja e tretë ka qenë vula e pejgamberis mes 2 shpatullave të tij. Selmoni radiallahu ta'ala në kurinin këta të folë poshtë, thot, qa që jam rënqet, që jam frigu se mos po bi prej hurës mbi zotëriun tem. Shtu e përshkon. Edhe ka zbrit poshtë shpejt, edhe ka thonë, qka ke të folë, qa është muhabeti, në ato momente zotërive të godet me grusht, edhe lëndon shumë. Thot, s'ki lidhje ti me këtë punë, as s'ki shka përzi punë, në gjithë thot në hurë ku ketë punu. Edhe Selmoni radiallahu ta'ala anhu po punon ka pak, po mbledh në i hurme në i diçka, edhe në lidhjet prej ditëve nxitën Kubatje. Shkon tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E thot, kam dëgju që je musafer, je me shok, kështu, e ki që të dhurat që të i hurme prej meje, që të shemë këmë përgatit për juve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vetë çka është kjo, thot është sadak. Nuk ka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka. Ja largon, ja jep sahabive hanë për tyre. Selmoni radiallahu ta'ala anhu me vetën e tij thot hadhihi al-ula. Kjo e para u vërtetu. Shenje e parë e pejgamberisë u vërtetu. Edhe kthehet, punon taj zotriu i vet, ma dikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas disa ditëve po zbret prej Kubas në Medinë. Selmoni radiallahu ta'ala anhu prapi merr do hurë me do ushqim edhe shkon tek pejgamberi alayhi salatu wassalam. E thot ja Rasulullah, thot o filan o Muhammed, thot ndoshta je shmethonën, je untu, je i huj, nuk je ushqim, që kjo është prej meje sa ku mujtë më përgatit. Çka është kjo? Thot dhurat për ty. Pejgamberi alayhi salatu wassalam han, thot e shtron sofrën, han vet, edhe hana dhe shokët e ti. Selmoni radiallahu ta'ala anhu gëzohet dhe thot, wa hadhihi thaniya. Kjo e dyta u vërtetu. Qka kam vetë? Kam vetë veç e treta. Qysh me smulu, qysh me i thonë heke ridan, heke petë kënë tëndë, ta shof, a e ki vullën e pejgamberis a jo. Vullë e pejgamberis, qysh e kim përmen Shema'ilun Nabi, në virtyt e Muhamedi alayhi salatu wassalam, ka qenë një copë e trupit, shme thonën, e ngritur pak, madhësia e saj, ngjyra e ngjyrës lëkurës, madhësia e saj ka qenë sa një vezë plumbit. Qështu. Dikun e ka përmenë sa një vezë thëllënzës, kështu mirë po si do që tjetë, madhësia e saj qështu është ka. Shenje pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, si në gjondër me thonë, si lloj gjondërë. Edhe një ditë prej ditëve, Selmoni
shkon në Medinë, pejgamberi alayhis salatu wasallam po shkon me një varrim. Tek sahabiu i parë që ka vdekur në Medinë. Shkon në varrim, Selmani po sillet prapa tij. Po lëviz, helbet në mos po mund me pa në hulën e pejgamberit. Pejgamberi alayhis salatu wasallam si duket e kupton. Edhe hekri dal. Çka me pa Selmani vulën e pejgamberit shpinën e tij. Edhe ja kanë gjit prej prapit, e ka qajt prej mërzis, e prej gëzimit që e gjetë që ata për cilin po hulumton, deri sa ka ardhur transmetimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka nguciq. E kalon që me thonë deri sa është ngi. Edhe në fund i ka thonë të hawel. Hec para me këto. Kush jete? Qka është punë e këti? Pun bjen hurme në Kuba, pun bjen ushqim në Medine, pun gonë mas meje, thot kush jete? Edhe Selmoni radiallahu ta'ala anhu ja tregon krejt në gjarjen, qysh ka dal, e ka shku, e qysh o shqit, se tash Selmoni radiallahu ta'ala anhu veshjen e robit, në atë kohë robët edhe robreshat janë njoft edhe në veshje janë ndalu. Kjo rob tash edhe pungon as pejgamberi asatu sëm këtë formë të mshef prej zotrive të vet, i thot kush jete, kjo ja tregon komplet ngjarjen. Komplet ngjarjen. Edhe pranon islamin atë, elhamdulillah, vazhdon si musliman, mirë po, hala të shërbyt e kush të jahudia atje. Ndodh betejë e Bedrit, ndodh betejë e Uhudit, Selmani së marr pjesë. Se zotëri vetë se len me marr pjesë me muslimanët. Kjo është arsyeja sepse Selmani radiallahu ta'ala anhu s'ka mujt me marr pjesë këto betejë. Para mendoni një njeri që kaq shumë ka hulumtu me gjetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mos me marr pjesë me këto lufta, nuk ka qenë lehtë për këtë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kuptu mirë dhembjen e mërzinë e Selmanit në këtë formë, edhe i ka thonë Thermani Selmanin, ka ardhë. Ka thonë, qka je të bo? Kështu, të punu të filonin. Thot, katib ehlek. Të të shko edhe liroje vetën prej robrisë. Që kjo është për qëllim. Shko të egzotriot edhe liroje vetën prej robrisë. Qysh me liru? Shkon të egzotriu vetë edhe i thot, qka kërkon prej meje që me u liruan one, që me më liru. Thot, me mi mbjell, se tash, për shembull, toka atje shkretin. Nëse në shkretin dikun mbjell hurmet, ajo bote jotja. Thot, me mi mbjell 300 fidone hurme, edhe 40 uqije dheheb. 300 fidone hurme, edhe 40 uqije dheheb, që o konë shumë e madhe për Selmanin. O konë shumë e madhe, pare me thonë, përveç 300 fidone. Atër pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ju thot sahabive, ndihmone shokin e juve. Fillon dikush me 20 fidone, e dikush me 10, e dikush ma pak, e dikush ma shumë, deri sa të mbledhen krejt. Edhe ju thot shokve, nimoni shkoni, gropani tash vendet për mirë. Edhe thot, kur ti boni gati, më thërni mua. Shkon pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, me dorën e vet i lëshon krejt fidonet, ka një. Janë mjell ato, edhe thot Selmani radiallahu ta'ala anhu, walladhi nafsi biyadi, pasha atë, në dorën e cilit është shpirti im. Asë një nuk ka falit, që thujtëna. Krejt kanë zonë. Komplet që të fitone. Tash ka met, ari, ka me gjithë. E vjen një dhurat për jamira sallallahu alaihi wasallam, një sasi e vogël e arit. Edhe thot, ejnë el farisi, ku është farisiju? Thirmani ka ardhë farisiju, radiallahu ta'ala anë, edhe ka thonë, merë këto edhe qëja zotriju tëndë. Po thot, qa me boja Rasulullah, kjo shumë e vogël, merë thot edhe qitë në mizon.
ka pëshu që menja se ka morë, ka pëshu sa ka pas me adhonën jahudijut, ja ka dhonë edhe kështu është liru Selmoni radiallahu ta'ala anhu, edhe ka morë pjesë pastaj në krejt betejat me pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam. Disa djetarë, kur e kanë analizu krejt qëtë periudhë Selmonit radiallahu ta'ala anhu, pranimin e islamit ti, udhimin e ti të gjatë, prej një vendi me një vend, prej një vendi me një vend, edhe disa historian kanë thonë se Selmoni radiallahu ta'ala anhu ka jetu minimumi dikon 250 vjet. Edhe është interesant, Imam Dhahabiju rahimahullah në librin e tij Tarikh el-Islam thot se edhe e pohon këto se thot ka jetu 250 vjet Selmoni. Që çështë thot 250, mirë po. Librin e tij Siyar A'lam an-Nubala. Çka thot? Bashkë po vjen me gjetë këtë se shënova pron. Ama kom zakon këto në fillim të librit si shkruajtë se në më intereson çka thon. Faqe 556. Çka thot Dhahabi rahimahullah? وقد ذكرت في تاريخي الكبير أنه عاش 250 سنة. ليبرن تم التاريخ الكبير ليبرن تشاش ليبر ماض هيستوريا إسلامية ثت كان برمانسا كايتو 250 ديات وأنا الساعة ثت لا أرتضي ذلك ولا أصححه. درسان كتو مومنت që po shkruaj këtë libër thot nuk jam I kënaqur me çndrim edhe thot nuk e përkraj ma dhe kthehen prej atij vendimi që e kupton më herët. Edhe këto e pohon se thot kur analizon komplet rrethonat Selmoni radiallahu ta'ala anhu ka jetu dikun 76 vite. Hiç më shumë. Këtu janë dy argumente, shef se hoxha I madh kthehet edhe nuk I vjen, nuk është turp me u kthy, se dia Sheikh Albani rahimahullah shpesh e ka përmendur el ilmu la yaqbalu al jumud, dia nuk pranon ngurtësi. Çfarë thon? Vazhdimisht duheshme me fresku veten tonë. E para dhe dyta është se ky libër Siyar A'lam an-Nubala e Imam Dhahabijut është më e vonshme se libri I tij. E kjo është shumë e rëndësishme ku te ulemaja. Cili është libri I parë, cili është libri I dytë. Edhe në këtë formë kupton se ka qëndrime që I ka përmend atje, ka është kthy. Edhe thotë kjo është qëndrimi I fundit Imam Dhahabijut rahimahullah, e që Salman al-Farisi radiallahu ta'ala anhu ka vdek në kohën e khilafetit të Uthmanit radiallahu ta'ala anhu, edhe kanë përmend, kanë thonën që nuk I ka taku fitnet dhe përçarjet që kanë ndodhur pastaj më vonë tek sahabit. E lutem Allahun xhalla wa ala që ta shpërblej këtë burr të madh me xhennet, ta takoj atje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çysh ka hulumtuar edhe derisa ka takuar në dynjë. Na bashkoj me ta të gjithëve e të kënaqur me atje më nuk ka ndarje. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.